Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj mërkure të datës 22 korrik 2026. Jemi drejt për drejt në Ora News, nisim emisionin Ora Juaj dhe për ditën e sotme, si zakonisht do të qëndrojmë në 2 orët e para dhe për këtë mëngjes, duke ju përcjellë fillimisht lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit dhe për të rikthyer pas pak në pjesën e komunikimit të drejt për drejt rreth orës 7:15 minuta. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, një stuhi e papritur godet Vlorën, pushuesit largohen me nxitim nga plazhet. Mbyllën fjalimet përpara kryeministrisë, protestuesit nisin marshimin. Stuhia përfshin dhe Kuksin, rreshje dhe era të forta i zon vendin Vapës. Pesëdhjetë e 2 ditë në shesh, qytetarë aktivist vjen protestën kundër qeverisë së klasës politike. GKK gjobit avokatin e pandehur të Elion Veliajt. Shpenduria e një avokatit pandehur. Qipa SBA mbetet garanti i sigurisë në Ballkan. Kosova duhet të rikthej afrimin në Washingtonin. Banorët nuk duan bashkimin me Librazhin, në Prenjas organizohet protestë kundër reformës territoriale. Tenderi Benet Becit u fitua nga kompania e vetme në garë, pak zbardh mesazhet, hapet Arvardis sot mbabe. Hapja e rrugëve pyjore vijon në qarkun e Tiranës, shkëlqim Hajdari, të gjithë bashkë për parandalimin e zjarreve. Maturantët nisin aplikimet për universitet në 27 korrik, hapet formulari A2 në Ju Albania. Zjarri mbërrim pranë banesave në Elbasan, zjarr fiksit drejt neutralizimit të flakëve. Zjarr pranë banesave në unazën jugore të Elbasanit. Dëgjohen shpërthimet, shohet për fishek. Ligji për parandalimin dhe goditjen e krimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë mbrahun, nëse zbatohet sakt, nuk ka nevojë për rishikim. Metamorfoza SPAK mbyll hetimet për Ervis Martinaj dhe Nuredin Dumanin, dosja kalon në GKK. Grabitje me pistolet lodër në magazinat e postës në Nërshek, digjet makina autorëve në Kashar. Skandalin në postën e Durrësit, pamjet tregojnë si vidhin paratë e pensioneve dhe asistencës. Përfshihet nga flakët një apartament në Antalya, shpëtohen 2 persona të bllokuar. Aksident në Kukës, humbi kontrollin e makinës, 2 fëmijë mbeten të lënduar. Emrat gjykata e lartë shpall kandidatës zyrtar për antar të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Rekordi i punëtorëve të huaj arrin 22.7 mijë shtetas në tregun shqiptar, nga dado tek inxhinierët. Rinasin në kulmin e sezonit turistik, aeroporti përgatitet për fluks rekord deri në 56.000 pasagjerë në ditë. Tragjedin Orikum, turistja finlandeze hasi probleme gjatë zhytjes, nuk arriti të mbijetojë. Plas Sherin Gole, menaxheri dhe punonjësi përplasen me pushuesit turq. Arrestohen 2 personë. Parcelat e kanabisit në Kukës bien në duart e policisë 275 bimë narkotike dhe 3 kg drogë në pranga 34 dhe 63 vjeçar. Ndalin zhvillimet nga politika. Paketa e maleve. Rama publikon mesazhet e qytetarëve e shndruan bulevardin e Flamingove në shesh për sheshin e vulgaritetit. Ambasadori i BE Silvio Gonzalo mbyll misionin në Shqipëri. Ky vend do të mbetet në zemrën time për gjithë jetën. Ti e një ajdut që vezët kokës pak i ke, Blushi akuzon Gonxhen, që sot do lutet për ilaçe e shiringa, ju miratoni 4.3 milion euro për koncertin e Kanye West. Është Ursula paralajmëroi inspektorët, do ju monitoroj me kamera trupore me inteligjencë artificiale.
Kërkoi hetim për kallëzimin ndaj punonjësve të paraburgimit 313. Gjykata e Tiranës rrezon kërkesën e Ilir Metës. Mos bini prej marrëzive dhe ligëzive që thuhen. Rama nga Thethi ka një keqkuptim të madh për paketën e maleve. Kedhi, raporti Jane nuk është sukses i qeverisë, problemet e mjedisit mbeten të pazgjitura. Hakla i reforma zgjedhore dhe mbështetja për SPAK-un, çelësi i ndryshimit politik, kanose ndaj punonjëses së tatimeve bashkëshorti Elisa Sperfaret merret në pyetje për 2 orë, hetimi lidhet me kontrollin biznesin e motrës Totaj. 365 milion euro kontrat, 1 miliard euro fitimi i parashikuar. Kodixhi po do kërkon hetim për koncesionin Milon Balltre. Ilir Beqa e kërkon rrugdalje ligjore, i ofron garanci pasurore gjykatës së lartë për të shpëtuar nga arresti në burg. Gjykata e lartë i mbyll derën ve dihet rrezohet rekursi për afatet e paraburgimit. Protesta e rrezikoi koncertin e Kanye West. Gonxha sabotimi solli koston 4.3 milion euro. Shqipëria drejt në fazat e re të NATO-s. Nufi rriten investimet në mbrojtje dhe modernizimin e ushtrisë. Bardhi, Shqipëria meriton një qeveri që i përmbush angazhimin ndaj NATO-s me përgjegjësi. Urgjenca janë pagat, pensionet dhe zjarret, jo koncertet, mblushi për plaset me ministrin për aktin normativ. Berisha risjell deklaratën e eurodeputetit, duhet jepen përgjigje për akuzat. Shqipëri-Meksik, kapitull i ri në marrëdhënie diplomatike, Bega me letrat kredenciale të ambasadorit Lozano Valencia. Debate në komision për 4.3 milion euro për Kanye West. Zhupa shteti ka halle të mëdha. Gonxhe ishte vendimi i ligjshëm. Debate në Sallër Zdadu i përvishet avokatëve të dyshës Velia e Xoxa, mungesat në gjyq të pajustifikuara. Video në dyert e GKK-s për tendera 30 milion euro. Elioni Saj me 14 zyrtarë përballen në seancën paraprake. Në veri ka territore ku toka nuk është ndarë kurrë me ligj. Rama për protestat ndaj paketës së maleve, ata që i shohin malet nga qyteti se kuptojnë realitetin. Zvarrit pafundësisht procese gjyqësore, seanca e radhës e Veliait në GKK. Rama publikon pamjet nga lungomare 4 në Vlorë, punimet drejt përfundimit. Lamunoka, ish drejtori e postës në Durrës, frekuentoi kazinot. 335 herë bashkëshorti i saj një orë i shpërbyer për blerje votash. Ripërdritja e PD-s Kuçana, rezoluta është për përmirësimin e Partisë Demokratike, duhet të rikthehet rithemelimi. Vend turistik me tapet e pije, Lefter Maliqi ironizon situatën me plerat në Kuçov, vizitojeni do kënaqeni me aroma. Ku vendi po e mbani ju peng, duke zënë foltore, mbyllet seanca plenare. Kryetari Peleshi rendi ditës nuk ndryshon siç doni. Shëllimet nga rajoni të radhës. Mos blini të shqiptarët, posteri në Serbinë nuk hetohet penalisht, prokuroria mbyll rastin.
Studia e fuqishme prek edhe vranishin e Suarekës, erat e forta shkaktojnë dëme të mëdha. Ramabaja Kosova nuk është e izoluar, sfidat mbeten shtetformimi dhe forcimi i diplomacisë. Ambasadori i Zvicrës në Kosovë përfundon misionin, ju shpreh për cilë mesazhin e lamdëmirës. Dy zyrtarë malazez në hetim për pasaportën e nderit biznesmenit kosovar. Sulmi i papritur në zonën turistike të Athinës plagosën 2 persona pranë muzeut të Akropolit. Nagapsi Osmani nuk është kandidate konsensuale. Kosova ka nevojë për një emër që bashkon partitë. Time Kadria i bashkohet sfidës së Burim Ramadanit, kryen narkotestin. Alarm për fruthin në Kosovë, 69 rastet konfirmuara dhe 11 të reja vetëm në javën e fundit. Sfidë fuqishme në horizont, Kosova përfshihet në niveli më të lartë të rrezikut nga Estofex. Haxhiu dekreton largimin e 7 prokurorëve serb. Askush nuk mund të mbajë peng institucione. Ministeri i Valizhës në Athinë, trupi i një gruaje gjendet i braktisur, autopsia zbulon detajet para pas 5 ditësh. Konflikti Cabat Sekirashës sot nis gjykimin mungesë për 2 të akuzuarit në Arati. Në të zhvillimet nga bota. Bertha i afrohet Bregdetit Amerikan për lajmërime për rreshje intensive dhe përmbytje. SBA kërkon 67 miliard dollar për ushtrim. Pentagoni paraqet paketën në Kongres. Burhan miraton përdorimin e bazave britanike nga Shtetet e Bashkuara për operacione ndaj Iranit. Zelenski shkarkon komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura të Ukrainës. Aliyev, Azerbajxhani nis eksportin e gazit dhe Gjermani zgjerohet roli në energjinë evropiane. Azerbajxhani furnizon me gaz Gjermaninë. Zbuloi plani për vrasjen e Erdoganit gjatë grushtit të shtetit viti 2016, komploti dështojnë hotel. Irani paralajmëron Bullgarinë që mos i lejojë SBA-s të përdorë bazat e saj. Ukraina pretendon goditjen e bazës ajrore ruse në Kursk, dëmtohen një MiG-29 dhe sistemi Pantsir-S1. Para lajmërimit Trump, SBA do të godasë shumë shpejt zonën pranë malit të Kazmës në Iran. I dyshuari për vrasjen e 6 personave në Gjermani gjendet i pajet në qeli 45 vjeçari turk. Inteligjenca amerikane sulmen ndaj Iranit nuk pritet të ndryshojnë qëndrimet e Teheranit. Rikthehet handavirusi, konfirmohen 3 viktima në Venezuelë. 2 pilotë zviceran pezullohen para fluturimit, dyshohet se ishin në efektin e alkoolit. Europol godet rrjetin e trafikimit të emigrantëve në Ballkan, 7 arrestuar në 4 shtete. Trump paralajmëron Kanadan me tarifa 50% kene, shkelje marrëveshjes së tregtisë së lirë. Rubio në Filipine, SBA kërkon të forcojë aleancat në Indo-paqësor mes tensioneve me Kinën dhe Iranin. Sekuestruan mbi 770 kg kokainë në Itali, droga ishte fshehur në paleta me banane. Pentagoni gati 100 ushtarë amerikanë u plagosën nga sulmet e Iranit. Shqipëria me temperatura mbi normalen, qershorin ndër më të nxehtët në Europë rreziqet. Dhe në fund lajme nga sporti. Garnacho drejt largimit nga Chelsea, Aston Villa kërkon huazimin e argjentinasit pas sezonit zhgënjyes. Barcelona kërkon përforcim në mbrojtje. Aymeric Laporte në radar pas triumfit në Spanjë në botëror.
Conference League drita ndëshkohet sërish në fund, barazon me Florianën, kualifikimi vendoset në Prishtinë. Botërori me 64 skuadra, skenari i mundshëm për organizimin dhe ekipet që do të kualifikohen. Oferta 80 milion euro, klubi arab në Benullin e Hollandës. E ardhmjet e Barcelona në dyshim, Real Madrid futet në garë me Paris Saint-Germainin për Ferran Torres. Manduka përshëndet kampionët e botërorit 2026, Spanja tregoi futbollin më të mirë. Orizen në telashin në vajzës së tij e akuzon, nuk e ka takuar kur dhe nuk paguan për mirëqenien e saj. Nga finalet e Champions League dhe Superliga shqiptare, Anthony Taylor i jep lam të mirë në futbollit. 13 miliard dollar një botëror, FIFA gjen minierën e arit të futbollit. Milan i sfidon Juventusin në garë për rikthimin e Brahim Diaz në Serie A. Spanja pëson vetëm një gol në gjithë botërorin, FIFA lë jashtë Kubarsin dhe Laporte nga nominimet për formacionin më të mirë të botërorit. Botërori 2026 me spektakli dhe polemikave çfarë funksionoi dhe çfarë dështoi në turneun historik. Kumbulla në radarët e La Ligës, 3 klube spanjolle interesohen për mbrojtësin shqiptar. Puthja që buri xhiron e botës lojtarët e Spanjës habizin fansa gjatë festës së botërorit. Ibrahimovic shpërthen ndaj Paredes pas finales së botërorit, po ti isha aty, do ta kisha goditur me kokë. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit, që sapo ja u përcollëm përmes faqes sonë të webit oranews.tv. Faqet të cilën ju mund ta klikoni dhe gjeni nga kudo që ndodheni për të parë aty dhe për t'u informuar me zhvillimet e fundit në oranews.tv. Ndërkohë, koha televizive nga ky moment dhe deri në përfundim të programit është përgjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëheni pjesë e programit për takimin kësaj mërkure të datës 22 korrik ora 7:17 minuta deri në orën 8:50 do të jemi së bashku për të komunikuar e folur drejt për drejt në 068 60 54 639 në 068 99 00008 për gjithë që doni të na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit edhe në takimin e sotëm. Jemi drejt për drejt në Ora News, si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 edhe për këtë mëngjes. Ju përcotëm si kundër thamë edhe më herët disa prej ngjarjeve të zhvillimeve kryesore të orëve të fundit dhe do të jemi bashkë nga ky moment, nga kjo pjesë fundi pjesës parë deri në përfundim të emisionit për të komunikuar dhe folur bashkë nëpërmjet bisedave në studio. Numrat gjithmonë i keni në të djathtë ekraneve tuaja 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Si kundër mund të na shkruani edhe përmes rrjeteve sociale, si kundër e bëni çdo ditë në fakt. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Nuk ishte telefon. Okay, rregull. E kemi me zile të gjatë, jo me një. Mirë, presim pak çaste për telefonuesit e parë të ditës së sotme, ora 7:19 minuta në këtë transmetim të drejtë për drejtë të ditës së sotme dhe një herë në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më fal për shefin në këtë. As pak. Se mua para javë për ata aplikimin që kam po ajo e akpejnë e këta time për që si shkon më që mirë gjithmonë. Edhe një herë se nuk të dëgjoj mirë, të lutem. Edhe një herë të lutem. Para javë, para në arendja. Mua për një aplikim që kam po që akpejnë për këta time. Për të marrë vërtetimin. Po. Sot ose nesër besoj na vjen si përgjigje e nderuar. Po? Sot ose nesër na vjen si përgjigje, numrin ma ke lënë të telefonit? Po aty. Urdhë? Nuk të dëgjoj mirë, edhe një herë ma ke dhënë numrin. Ule zërin televizorit. Alo? Alo?
Numrin ma ke lënë të telefonit? Ata lej tani. Okay, po, pa tjetër. 067. Ja, vetëm një moment. Po. 067. 21. 21 apo 41? 21. Okay. 59. Aha. 587. 587 apo jo? Po, Nadi. 9. 8, 587. Për 7, 587. Po, Nadi jemi. Po. Okej. Shumë faleminderit. Përshëndes, faleminderit Ta skrave edhe ty kjo. për... Absolutisht s'ka lidhje fare është. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Mirë, kemi përcjellë kështu të parin telefonues për ditën e sotme. Në pritje telefonuesve të tjerë, në këtë hapësirë televizive për gjithë ju që dëshironi të na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit për takimin e sotëm në 721 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesni. Urdhëroni. Përshëndetje gazetar Klodi. Përshëndetje. Ju përshëndes nga Lushnja. Po. Dua të uroj djalit tim sot Klodi që më bëhet 38 vjeç. Gerando Carlo që me zi ta më lyt nëna. Absolutisht. Urimet më të mira. E uroj këtu në ekran e bukur për ditë shëmora njës, në 100 plan të lumtura, bashkë me dyqunat e vegjër që e ka. Edhe sot kemi dhe vitin e avës që mua ju më gjonte për ditë këtu. Dhe sa ju u janë telefonatën e më thonë të më bëjt fala gazetar Klodi birja avës. Dhe unë të gjithë atë havës të me gjithë që janë botë një vërtet, o zotit qoftë në parajs. Shumë faleminderit gazetar Klodi, gjithë mirë. Faleminderit edhe juve për telefonatën, gjithë të mira, në ditë të mbarë. Edhe gëzuar dhe njëherë. Shumë ditë lindje. Bukur, ku ka më mirë në fakt. Mirë, në 7:22 jemi në fundin e pjesës parë të programit. Kemi nisur kështu komunikimin e drejt për drejt me ju në këtë mëngjes paksa të freskë sot në krahasim me ditët e tjera dhe më mirë kështu se sa me shumë diell në fakt, por mos e prisni muajin tjetër, nuk ka marrë bonusin, thot dikush. Nga bashkitë, po jo. E kemi sqaruar, nuk përfitohet kategoria nga që paguhen nga bashkitë. E kemi thënë këtë, kështu që pse? Okej, nuk është pyetje për mua, pse? Sepse është vendim që u takon vetëm kategorive që paguhen nga sigurimi shoqëror, pra pensionistët. Dhe pjesa tjetër që paguhen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Për bashkitë pastaj janë vendime të tjera, të cilat ndoshta u takojnë këshillave bashkiak të bashkive përkatëse dhe vendimeve të tjera. Okej, bukur. 068 60 54 639 068 99 00008 në pjesën e parë. Okej. Mesazhi i fundit që do kthej për sot. Bukur. Ju presim në dy numra që sapo ja u tham edhe pak më herët, në 7:24 jemi goxha të lumtur që ditën e djeshme kemi pasur një zgjidhje të një problemi i cili ishte goxha fatgjatë në kohën e pauzitur që ka të bëjë me pensionet dhe patjetër nuk kam asnjë kompleks të jem falendërues ndaj çdo institucioni apo zyrtari publik, në rastin konkret drejtoria rajonale e Durrësit, që gjithmonë është treguar në këtë kohë më shumë se sa e gatshme për të na ndjekur çdo rast të atyre të cilët kanë pasur problematika, edhe në të tjera sigurisht, por duke qenë se kohët e fundit ka pasur më shumë raste në këtë drejtori, është goxha për të vlerësuar. Angazhimi pas asaj që është bërë. Okej, po na ndjek këtë person. Mirë. Okej, në 7:25 jemi ende në pritje të vijimit të komunikimit të drejt për drejt me ju. Numrat i keni
në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Si gjithmonë në këta numra mund të na kontaktoni edhe për takimin e ditës sotme, sikundër dhe përmes rrjeteve sociale për çdo problem apo shqetësim që do të keni. Gratë dalin 62 vjeç në pension, më thënë deri në shkurt kanë dalë 61 10 muaj, ndërsa tani dhe shtohet me nga 2 muaj çdo vit. Ndërsa ju burrave nuk ndryshon. E dija thot po doja kofi. Okej. Mi po mos ta shkruani, duhet edhe të na komunikoni. Gjithsesi, s'ka problem. Alo. Urdoni. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Si vjen? Mirë si jeni? Unë kisha një pyetje, nuk e di se sa do më ndihmoni. Jam qëtësh në prag pensionit, dure një vit e 6 muaj. Po i kam gjerë nga kjo Air Albania këto vitet e punës e gjitha. Edhe dosha me bo një përllogaritje, se edhe atë se të njova djej që thoshe edhe mund të nxjerë papërsisht nëse sa mund dali pensioni pak a shumë. Si mund të ndihmosh për këtë problem? Kur e keni bërë atë pjesën e aplikimit? Aty nga Air Albania? Jo, ke bërë aplikim po them. Aplikimin e kam bërë ke Air Albania dhe më dolën gjithë viteve nga 78 ku kam filluar në punë. Deri nga 2004, diçka e tillë, 2005 ku kam filluar punë që jam aktualisht. Po, dhe cilat periudha të mungojnë? Jo, nuk më mungojnë. I kam po të ishe gjitha. Dhe çfarë nuk të del tani? Jo, unë thash të shtim, për shumë me bon do të ti për shumë se sa vite kam, ditë si të llogaris pak a shumë, e unë me të timin e llogaris ditë nuk e gjyzë, apo... Si do t'i bojën kur ti ke në Albania? Nga Air Albania i kam gjerë kam e 2 muaj i kam gjerë. Po pra sa vite ke, si t'a bojën llogarin? Jo, flas, ti qoj kështu me oqap, mi pa, po di unë shtetja se kam një idenë se si. Po i nderuar, çfarë kërkon nga neve? Unë nga ty për shumë kërkoj, a mund dali konkretisht për shumë pensioni, sa mund dali apo... Jo i nderuar, vetëm institutit ta nxjerr. Kush? Leri ato, nuk bëhet. Nuk nxirret në këto momente. Duhet të presësh vendimin nga ISSH-ja, nga Instituti i Sigurimeve. Nuk është e pamundur tani. Aha. Ma kuptoni dashur? Jo, mirë, dakor, palet tek desha me ushqerë. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve. Publicitet vjen pas pak në pjesën e dytë, mos u largoni. Dhe kthehemi në studion në pjesën e dytë të programit. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Larguar. Tjetër, alo? Kemi në linja apo jo? Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit, të lutem. Patjetër. Më fal një sekond. Më thuaj. Më fal një sekond. Ule një zërin e televizorit. Jam një dëgjues e rregullt e juaja. Dhe doja të dija, sepse na kanë thënë për këto përmbytjet që sikur u miratua vendimi në Bashkia e Durrësit, sikur do hidhen këto ditë, kemi shkuar për banka sepse... Po kështu na kanë thënë edhe neve në fakt. Po? Sepse kemi pasur disa raste në ditët e kaluara. Kështu që të presim. Edhe jo më pak se dje, folëm me një nga këta se emergjencën civile dhe na thanë që kanë filluar për të hedhur në përbanga. Po nuk e dim tash se sa saktë është. Jo, edhe ne na e kanë thënë këtë edhe zyrtarisht, por Të presim. Kemë vrejna, Klodin. U mbushëm me këto gjatë, që nga 2019, kështu që. Mirë, Klodin, faleminderit, gjithë mirë.
Një ditë Edhe për juve, edhe për ju. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo, Alo. po Klodi Karaj. Mirëmëngjes. Po je më burr. Si? Po je më burr që në ke thënë të vinje ka dibra të morë një intervistë. E po. Kur të kemi kohë? Dëgjë, Më thuaj. ishe një të ka ba një urim. Fëmijë që e kam ndjek. Lume i nanë, ba, lume i grue, lume të një që të kanë. Ti gazetar, ti valtar, ti këngëtar. Faleminderit. Janë të drejten gazetar tepër i Faleminderit shumë. kështu si. Shumë faleminderit, e vlerësoj. Ture gjithë mira. Edhe unë ty të uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Hajde. Qofshi mirë. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes, uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Përshëndetje, uleni zërin televizorit. Po. Jem mirë. Po. Desha të pesja për këtyre legalizimit, se ku kam gjarë që thonë të lafet që s'ka filluar t'i bejnë. Po, më thuaj. Në fakt kam marrë më përpara ty para që para një 6 muaja që na i kanë ndaluar këto këtyre për punën e këtyre të pensionit. Tani për legalizimin apo pensionin? Jo, legalizimi. Po, ku më ke nisur dokument? Po, ti kam dërguar në arsye edhe se që njerë për njerë do i kanë... Po, ku mi ke dërguar, se unë nuk i mbaj do të mëndë rastet vetëm nga zëri. Marrem brega si është... Ja ta shomuar. I emër, Tirana në kombinati. Po, e vërtet është. S'ke marrë përgjigje akoma muare? Po, na thanë që këshu edhe në kanë gjetur tani. Çdo më thënë këshu? Që janë ndaluar na puna e këtyre linjave pension. Aha, jo, po, të kam sqaruar ndërua akoma. Nuk është në kushtet e legalizimit ajo, aktualisht. Ta kam thënë, po, patjetër. Vetëm po u hoqën ato të energjisë pastaj. Se deri tani jo i dashur. Ja tani s'është bërë asnjë. Absolutisht jo. Ne kemi folur bashkë. Po. Akoma asgjë more. Falenderoj shumë. Gjithë të mirat, falenderit për telefonatën. Është jo në kushtet e legalizimit. Pra, po, i njëjti rast është. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Tjetra, mirëmëngjesi. Drita. I kemi me telefonat tjetër në 068 99 00 008 068 60 54 639. Përshëndetje. Alo. U largua. Okej. Azja. Presim për të tjerë. Telefonues në 7:36 pjesa e dytë. Emisionit, alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Me Klodin, me flat. Klodia. Po, Ha? Klodia. Desha të pyes keqe nëna, jam nga Vlora. E kam pasur burrin ushtarak. Po. Dhe disa shoqet mia e kanë marrë atë gradën e burrit që ka pasur. Unë s'e marr. Si ushtarak, kam marruar jashtë shtetit 6 vjet. Ishim në Shaliman 10 vjet, e 11 vjet në Tazan. Edhe kishte gradë të lartë, unë nuk marrë, 30.000 lekë më kanë dhënë për pensionin e ti. Ai mirë të 350, dhe unë nuk e marrë, unë 220 marrë. Unë kam qenë ekonomiste, kam pas vite unë 33, me duka 34, nuk më i marrë. Edhe nuk e marrë atë të burit, pse mos ta marrë më takon? Çfarë të merrni? Ha? Çfarë të merrni, them? Atë të gradave. Duhet të aplikoni te sigurime shoqërore për këtë zonjë. Ule zërin e televizorit, zonjë, ule.
Kjo përfitohet me aplikime dashur, nëse ka diçka për të përfituar. Ishte rregulli se unë nuk e di u të keq. Vetëm të aplikoni, shkoni nga këto zyra të aplikimit dhe ta bëni. Si E din ata aty, vetëm shpjegojani për çfarë keni përfitimin dhe bëjnë ata aplikimin specifik. Nuk mund të më ndihmoni. Urdhë? Nuk mund të më ndihmoni juve, më kanë thënë që ju e ndihmoni shumë. Po, e vërtet, dhe ju pas kanë thënë shumë mirë, po ky rast kërkon aplikim në... Më kanë thënë merr Klodin, se unë nuk ri këtu, unë rrim shumë në Greqi të fëmijët, edhe vi tash në Verë. Po, duhet të aplikoni, e kupton? Kështu që aplikimin e bëjnë zyrat atje. Të busha kurban, që kërkesh shumë i sjellshëm. Faleminderit. Bravo për... Faleminderit shumë e dashur. Rofsh të vërtetë. Gjithë të mirat. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo? Përshëndetje. O, Klodi. Urdhroni. Ma fani se po ju shqetësojnë base, po ke ju i kemi shpresnat. Më thuaj. Ju kam telefonu dhe një herë tjetër. Interesohem për një kontakt me këto bankat, mikrokredit, që kanë mbyll numrat e telefonit, kanë mbyll zyrat, paguajmë lek, duhet bëjmë një mbyllje. Tani nuk kemi ku të komunikojmë, nuk na ndihmoni dot një numër telefoni. Çfarë mbyllje? Po paguajmë lekët, kur bëhet mbyllje pagesë, si pagu, t'japi një dokument ato. Në bazë të ti, ru vetën tata, se mas 10 vjeç të kërkojnë prapë atë, se e kanë treguar. A janë hapur zyrat si kështu fizikisht? Po nuk i dim pra, i kanë mërë të nuk kanë qenë. Po s'ke... Edhe numrat e telefonit s'kemi ku i kanë mbyllë. Po pra, po s'ke ku i gjenë sa tu kanë mbyllur dhe aktivitetin? Po aktivitetin... Dhe sa ko nuk funksionojnë fizikisht, nuk ka se ku ta lëshojnë dokumentin që ju kërkoni. Me legët i paguajnë. I paguajnë najo, kështu. Abuzimet që kanë bërë ato, e kanë tregu ta ma tete se ku shjanë. Tani çfarë dokument, si i paguani? Vazhdoni i paguani? Po, paguajnë. Po çfarë dokumenti kërkon pastaj për mbyllje, kur ti vazhdon të paguan? Po tani ka momenti që për të bërë mbylljen. Okej. Po jo, nuk ka lidhje, s'ka nevojë për dokumentin i nderuar. Sepse kur besoj kur ke marrë, ja do ta shpjegoj. Ne mund dalim prapë atje. Po ja ta shpjegoj. Besoj që keni marrë një grafik pagesa apo jo në fillim. Që përcakton datën e fillimit dhe datën e mbarimit. E vërtet? Po e kemi e kemi. Bravo, dhe në momentin që ti ke fatura deri në momentin e muajit fundit për të paguar, s'ka jo dokument për mbyllje. Po mund faturat unë prap atë teket ma 0 vjeç, din faturën prap ke shtëpia. Po s'ke ku e merr tani pra dokumenti sa kohë ato nuk funksionojnë. Se mund thënë vetëm te Banka Shqipërisë tjetër gjë. Banka Shqipërisë mund të adresoj sot. Është tjetër gjë ajo, po, patjetër, po për momentin nuk të duhet. Mirë, nëna. Po patë mundësi që kemi një lidhje me ato. Po nuk ka lidhje me ato sa kohë nuk funksionojnë më. Më kupton? Nuk funksionojnë më. Të paktën deri në një periudhë që ndoshta kur të mbarojnë, se në dijenin time ka edhe disa procese në hetim. Më kupton? Kujdesu deri në momentin kur ndoshta mund të rihapen, të mbash në rregull të gjitha pagesat dhe faturave që ke bërë. Mos i pagu, çfarë është? Vazhdojnë punën. Po pra po, atë po them, kujdesu që të gjitha faturat i mbash. Po. Mirë Klodi, faleminderit. Mirë dashur, faleminderit edhe ty për telefonat. Se nuk ka, se po të kishte nuk më kushton asgjë për të datë. Faleminderit. Kështu, faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Më dëgjoni apo s'më dëgjoni? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klodi. Urdhëro. Jam një naftëtar naftjeri. Kam punuar 46 vjetë e 6 muaj në naftë. Në fund kaluam me një kompani private dhe kemi hapur një proces gjyqësor që na 2021 edhe deri sot kemi mbaruar gjyqin në Fier. Edhe s'marrim një përgjigje tjetër çfarë bëhet me neve, se sa do rrojmë neve. E di. Është ndër ato probleme që sa më shumë zgjat, aq më shumë problematike bëhet. Por e se ne kemi problem, kjo firma private, po ta japim çik shpjegimin.
Ne na mbante lekët, nuk na jepte të gjitha ato. Ne nuk kërkojmë, ne kërkojmë vetëm pjesën tonë, nuk kërkojmë historinë. Po, po. Na nxorën problemin e fundit, pasandaj na ku e ke statusin e naftarit. Po ti çdo me statusin, unë statusin e kam për veten time, nuk e kam për ty. Ik shiko pordoron e pensionit e ke të zgjidhur që unë marr status. E vërtet është. Shko, që janë procese që do të përfundojnë, kjo është pak por e sigurt. Problemi është tek te afati kur, se që do të përfundojë është pak por e sigurt. Çështja është që të mbyllet sa më shpejt dhe më. Po ne sa dorojmë ne, kemi 5 vjet. Ky është, po. Ky është problemi. 5 vjet kemi ne. Ky shtet s'ka për të bërë hajër ndonjëherë me këto gjëra. Merret ti, ai punëtori po kërkon të drejtën e tij, nuk po kërkon allizhverishe. Po. Jeta është allizhverishi merr ato. E qartë. Jam me ty. Po, keni na një informaciona na tutje tu se ne të paktën jemi një 12 veta që kemi bërë këtë problem. Deri tani asnjë hapi dosh. Mirë, faleminderit. Të lutem, faleminderit juve për telefon. Kemi tjetër? Mirë. Po urdhoni. Klasë nga Vlora, e ka një problem për gruan është pensioniste. Është ligji 29/2019, dati 23/5/2019 për ato shtesa suplementare për punonësit e minjerave e industrisë e kështu. Po. Gruaja ime ka punuar në fonderi në uzinën mekanike bujqësore Fier UMB. Ka bërë kërkesë në këto në Vlorë deri tek drejtoria dhe përgjigja ka qenë që ndërmarrja ku ju keni punuar nuk figuron në këtë vendim. Problem. Ka në mundësi asi si mund tash. Nëse mungon ajo, duhet në një dokument tjetër shtesë që vërteton punën e bërë. Jo. Nuk figuron ndërmarrja në këtë vendim. Jo personi. Po pra ndërmarrja të po them. Nuk figuron, nëse nuk është, e kanë libret, se mbi këtë bazë bëm kërkesën. Por, thotë që nuk e përfshin ta zonë që është industria naftë. Kur ka punuar zonja? Në fonderi, UMB, uzina mekanike bujqësore Fier. Të që pak, në cilat vite? 73. Çfarë moshe ka zonja? Është pension tani. A ka dalë më përpara se 2025-a? Po si 2014 ka dalë shpejt. Vetëm me gjyq i dashur. Po të kishte dalë, mendova se është pensioniste e re, në kuptimin ka dalë tani, sepse ka një ligj që i rregullon këto nga mosha 18 vjeç, por në rastin konkret vetëm me gjyq nëse do ja blente. Po, jo, domethënë nëse ajo nuk figuron, nuk përfshihet në vendim kjo ndërmarrje. Nuk të dëgjova. Po, vazhdoje, më thuaj, nëse nuk përfshihet në çfarë? Nëse kjo ndërmarrje nuk përfshihet në atë vendim, është nuk e di. Gjendet nëse përfshihet apo jo, no? Ka lidhje, prandaj thash pra, është vetëm gjykata që bën të mundur mbledhjen e fakteve pastaj dhe detyron institucionin që kjo periudhë të njihet. Nuk ka rrugë tjetër. Sa vite ka? Ka 9 vjet. Po e kanë fjalën që ndërmarrja nuk figuron fare, ta zom siç në industria e naftës, një ndërmarrje në naftë apo në minier. Nuk figuron ku nuk figuron? Në vendimin e Këshillit të Ministrave. Nuk përfshihet. I dashur edhe një herë, ti e ke për pension të posaçëm apo nuk janë njohur vitet e punës? Jo, për shtesë suplementare, për pagesë suplementare. Jo, shiko, ma ndje se kish kuptova. Unë tha se nuk i njihen vitet e punës zonjës. Jo, është për Jo. Ajo është një listë që është me profesione që kategorizohen si të vështira. Po. Dhe nëse kjo nuk është, nuk ke çfarë i bën pastaj. Këto merren me i përkasin institucioneve për të përfshirë në vendim që në dielin time u bë kohë që nuk është rifreskuar lista, por edhe sikur është për ato që s'kan dalë ende në pension dhe po të bëhet ndonjë gjë në këtë drejtim. Kështu që nuk ka problem kjo, nuk është problem. Domethënë kjo do vazhdoj të funksionojë kështu siç funksionon me rastin tuaj. Domethënë derisa nuk përfshihet ose nuk ka. Absolutisht jo, sepse është me listë ajo. Ka një listë të profesioneve të vështira për përfitimin e pensioneve ose shtesave të ndryshme në pension, mbi bazën e profesioneve të vështira. Në listë është fonditore. E kuptova pra, atëherë profesionet e vështira nuk do të thotë që nuk janë të gjitha profesionet vështira, të gjitha janë. Por të vështira në kuptimin ligjor quhen ato që janë përfshirë në listën.
Për cilën ju po thoni? Apo dhe të se profesionist. E çfarë do lloj profesioni qoftë? E metalurgjisë, ku diun. Ta thonë nuk përfshihet ndërmarrja. Nuk është përfshirë ky lloj profesioni, kjo ndërmarrje nuk është kategorizuar në profesionet e vështira. Edhe sikur të bëhet, ajo nuk ka fuqi prapavepruese, po themi, por bëhet për ata që do dalin nga momenti i miratimit, nëse po them do shtohet në listë, dhe këtej. Në rastin tuaj nuk ndryshon asgjë, sido që tjetë. Faleminderit gjithë. Të lutem, faleminderit ju për telefonatën para se të kalojmë tjetër, se pas ka kaluar goxha koha, do të ndalemi pak dhe flasim për një prej temave ose çështjeve të cilat do të tingëllojnë gjithmonë e më tepër aktuale. Kemi kohë që ja u sugjerojmë investimin e kursimeve ose investimin e një pjesë të të ardhurave tuaja për pension privat. Dhe ky investim as pak nuk shkon dëm, përkundrazi është gjithmonë e më tepër përfitues për të gjithë ju. Dhe ka një lloj qasjeje tjetër të atyre sidomos që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, që përfitojnë nga rasti kur kthehen me disa ditë pushime ose disa javë pushime në Shqipëri. Të gjithë si familje, duke dëgjuar këtë mesazh, kanë shkuar dhe kanë aplikuar për të marrë atë kartën e pensionit privat. Duke ditur se ata kanë edhe më shumë informacion ose po themi e dinë se funksionon në vendet ku jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë dhe bëjnë pastaj krahasimin e kushteve mes Shqipërisë dhe vendeve ku ata punojnë. Dhe më besoni, kushtet janë shumë të favorshme aktualisht që flasim për të gjithë ata të cilët duan të bëjnë pjesë e fondeve private për pension privat. Të bësh diçka të tillë është një hap shumë i rëndësishëm për të ardhmen tënde, frytet e së cilit i ke çdo ditë më tepër. Pra nuk është se ti çoj një sasi caktuar parash diku dhe nuk e di vendodhin e tyre dhe nuk e di se çfarë bëhet me to, por përkundrazi, ti ose kontribuon me një herë drejt për drejt në një shumë sado që të jetë, dhe thua unë këtë e kam dedikuar për pension privat, ose depoziton çdo muaj nga aq sa sërish ti ke mundësi dhe dëshirë për të. Dhe çfarë ndodh? Këto para shtohen çdo ditë e më tepër. Çdo javë, çdo muaj, çdo ditë. Këtë nuk mjafton që ta themi ne me fjalë, por mund ta vërtetoni edhe vetë duke monitoruar gjatë gjithë kohës aplikacionin në telefonin tuaj. Ndaj, mund t'i bësh një dhuratë shumë mirë fëmijës tënd, që deri në moshën 18 vjeç pastaj ka miliona në llogarinë vet të pensionit. E bën për vete, për çdo pjesëtar tjetër të familjes, sepse nuk humbet asgjë. Nëse po themi ka iniciativa të ndryshme që lidhen me paratë dhe ka një lloj rrezikshmërie aty për të përfituar dhe një lloj risku po ashtu për të humbur, përmes fondeve private, përmes Sigal Invest, ju nuk humbisni asgjë. Thjesht keni këto fonde, e vendosni ju se kur do t'i përfitoni në formë pensioni apo në formë shpenzimi të papritur që ju del gjatë jetës dhe nuk keni asnjë lloj penaliteti. I vetmi dhe kryesori që garanton fondet tuaja është një ligji. Dhe për çdo gjë tjetër kontaktoni në numrin që shikoni në fund të ekranit 060 940 61 438, vizitoni edhe rrjetet sociale për të marrë përgjigje të shumë pyetjeve që ndoshta ju i keni dhe përgjigjet po ashtu i keni aty. Faleminderit Sigal. Kemi kohë për telefonat? Mirëmëngjesi. Alo? Flisni, ju lutem. Alo? Do flisni apo jo? Mirëmëngjesi zoti Klodi. Agim Sulejmani Valias jam unë. Pardoni. Kemi folur për punën e hipotekës. Pardon? Për punën e hipotekës, me fjalë për shtëpinë, me fjalë me atë 5-7-8 në fund. Kam dërguar dhe aplikimin. Po nuk të punon në Albania, o Agim? Nuk të punon në Albania? Po unë të dërgova dhe... Po pra për nuk hapet me këtë kod? Nuk hapet, Nuk e di. Pa e vajta që ndërova unë sa e kënë regull të tani. Që di? Bete po të ka ndryshuar atë kodin? Nga që kisha të parin, kisha kodin e parë, futa kodin e dytë sa e kënë regull. Të dërgova si foto të ty. Po pra pa dërgove foto, po mos ke dërguar foton e kodit vjetër.
Shikoj edhe një herë kur të mbylli bashkë. Po, faleminderit. Të lutem, faleminderit juve. Mirë, kalojmë në publicitet, por më përpara në mesazhin për shëndetin dhe sidomos për ata të cilët vuajnë nga problemet e kockave dhe të nyjeve, ja ku është zgjidhja Oso, një produkt 100% i efektshëm, i prodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian, pa efekte anësore dhe me një ndikim të drejtë për drejtë, jo vetëm në përmirësimin ose në lehtësimin e dhimbjeve të cilat janë goxha të forta për sa i përket këtyre problematikave shëndetësore, por edhe është një formulë komplekse që ndihmon dhe rekuperon 100% kockën e humbur në rast se problemi ka qenë afatgjat i pa zgjidhur. Kështu që mos e neglizhoni çfarë do lloj simptome sado e lehtë të jetë. Mos eksperimentoni me shëndetin tuaj, por jepini zgjidhje me produktin e duhur dhe në rastin konkret Oso është produkti i duhur. Publicitet vim pas pak. Dhe kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8 fiks në komunikim të drejtë për drejtë për orës 7:15, si gjithmonë në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Kemi telefonat në linjë? Nuk dëgjoj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Jemi pensioniste dhe marr pensionin 1 në 3 muaj. Urdhëroj edhe një herë. Kam lidhje me bonusin që do ta tani korrik, sa është afati marrje e tregjes? 6 muaj. Okej, shumë faleminderit. Dhe pyetja e dytë, nëse bëhet legalizimi i shtesës, a futet në pjesë dhe obori i shtesës apo vetëm? Jo, oborët dhe çdo pjesë tjetër e trullit janë aplikime më vete. Atë me thënë, bëhet dhe është ajo e borit. Po, patjetër, por jo në një certifikat me atë të shtëpisë. Okej, shumë faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Ju dëgjofshim presin tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhëro. Klodi? Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pa të dërgu mentar shtazmajt me poshtë 2 aplikime, e nuk e di a kam një përgjigje, jo. Me numër në 17 të këtij muaji. Pa, je qershori. Duhet të kontrollojnë nderuar sepse nga 11 qershori dhe deri në 19 korrik kemi qenë goxha të ngarkuar me pjesën e kampionatit botëror dhe tani është pak më qetë sapo po besoj më duket se është një dosje aty që ka mbërritur. Mirë. Dhe me gjase juaja do jetë, kështu që pa merak nëse ka mbërritur në zyrat tona pa diskutim që do të shqyrtohet, dakord? Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Okej. Jemi në 82 minuta në nisje të kësaj pjese të tretë. Ju presim në komunikim në drejt për drejt në 068 60 54 639 në 068 99 00008 për të na u bërë pjesë e bashkuar edhe për ndihmën e komunikimit. Mirëmëngjesi. Alo. Me Klodin desha të lëshëm. Po Klodia, mirëmëngjes. 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 Pa i përflet me një tjetër. Urdhëro? Klodi po flet me një tjetër. Me kë? Dhe mua. Ule zërin televizor. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje. Na falë që po ju shqetësoj shpesh, po intereson për atë legalizimin që thash. Cili? Atë pasën televizorin. Urdo? Atë flet të televizorin. Ndova se ule. Ule. Olla. Urdo? Edhe po nuk i kalova do ato dokumentat, nuk i mori ajo adresë. Kush nuk i mori? Adresa Ora News. Jo nisi te adresa ime që ke poshtë numrave. Poshtë numrave atje. Klodi Karaj. Bravo. Vetëm në emrin Klodi Karaj. Po. Po, mirë. Dakord. Na fal që të Po si e ke probleme, ma thuaj? Po për atë legalizim që kam gjënë 2005. Ke dokumentin aplikimit? Mora parë telefon. Po duhet të nisësh dokumentin aplikimit që ta shohim. Pra atë do të nisë apo sa nisa do. Ose bëre numër telefoni dhe ju shkruajmë ne. Si ta bëj? Më lër një numër telefoni. Kam lënë numrin. Po pse s'më thua atëherë që se unë nuk më kujtohem. 06 Edhe pak shpejt, lutem. 68 Po? 38 05 621. 621? Po.
Një moment. Su largo, ha? Jo. Po, problemi është që ti nuk banis dot se nuk ke WhatsApp të ky numër. Në WhatsApp e kam. Po se ke. Dakor. Mundohu të banisësh me post. Mirë. Nuk të anis do të këshu me... Jo, nuk banis do të ashtu se nuk ke. Kam WhatsApp unë. Po të ky numër jo të paktën, ose ke numër tjetër. Jo, atë numër kam, me të flas. Okej. Nëse është ky numër, po të marrë në telefon normalisht pastaj, dakor? Po. Faleminderit. Rosh, faleminderit. Ditë mbarë për ju. Je i mirë. Faleminderit. Shkojmë në telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Mirëmëngjes, zonjë, të lutem, ule zërin e televizorit. Po. Më thuaj. Po. Jam një zonjë nga Peshkopia. Aha. Jam 62 vjeç, mbush në 5 mars. Po. Edhe kam 38 vite punë. Kur mund dal në pensionu? Nëse i 62 duhet kishe dal. Jo, nuk i kam mbush 62. Kur? Në mars. Të këti vit... Po, në mars. 62 në mars del në pension, zonjë. Fix. Po. Në mars i mbush 2027. Po, kur mbush 62 vjeç del në pension. Pension. Edhe sa vite punë më duhen për... 30, shiko, sa vite më duhen. Po. Atere, pragu minimal është 15. Unë i kam 38. Pastaj, sa më shumë të ketë ndikush aq më mirë, dhe pjesa për të konsideruar pastaj pensioni plot urban, është 39 këtë vit. 39. Po. Faleminderit. Të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Presi tjetër, mirëmëngjesi. U largua? Pse? Emocione. Okej. Ska gjë, do presim ne në këtë pjesë të tretë, ora 8:06 minuta. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, unë jam prapa e të mora. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit, të lutem. A i të mora nga Vlora, të më falësh. Ule zërin e televizorit, se u bëm 4 atë. Zonjë, ule zërin e televizorit. Po, tani. Ule se... Ule zonjë, ule televizorin, çfarë më bën? Aj. Zonjë. Po, ule zërin e televizorit. Kam të drejt, po. Veshi, nuk do t'ja di ka të drejt, të lutem. Lodi, të më falësh. Jo, unë vajta në sigurime shoqërore dhe harova të sosha atyja, që ajo më tha që nuk të takon. Më takon, ju e dini mirë këtë? Kush në këtë takon, zonjë? Ato të sigurime shoqërore këtu në Vlorë. E tash edhe një për çfarë, se unë nuk mbaj dot mend nga zëri telefonuesit për çfarë. Nuk mend të boftë nëna kur. Jo, mbaj mend, po nuk mbaj mend zërin, po historinë e mbaj mend patjetër. Edhe më tha që nuk të takojnë gradat. Çfarë nuk të takon? Që të mia janë marrë. Çfarë nuk të takon? Të marrë gradat që më takojnë të burrit. Nëse ke marrë përgjigje nga sigurimet, ajo është përgjigja. Ajo është përgjigja? Nuk më takon? Nëse ke marrë nga sigurimet, po. Dhe sa kam sigurime pardje, edhe më tha që nuk të takon, sa. Prandaj të mora aty këtë pyesja. Në rregull, prandaj thashë edhe unë që është me aplikim, nëse të thonë nuk të takon, ajo është përgjigja. Ajo është përgjigja? Patjetër. Faleminderit shumë Klodi, je shumë i qetë. Faleminderit shumë edhe juve për telefonatën. T'jeni mirë. Shkojmë me telefonues tjetër, përshëndetje. Urdhoni. Në djarë ose bojzor në të bëjsi. Urdo? Jam një person nga mosa i vire. Pensionin e kam tullë. Dhe për të dasë në futi sa si pare si narkosim të kësi gali. Qërë mos e keni? Po më mos e më rëgjë një normal. Jem të vëdis.
80 vjeç. Po. Ke ndonjë fëmijë që mund të sigurohet? Unë kam fëmijë, i kam në rregull, por doon që dikush për siguri me plotësu pensionin, ose kur për nevojat mia për shembull, du me futi në testikali. Sa kohë duhet të morë interesat? Për vitit? Ka të bëj mosha, pra, ka të bëj shumë mosha i nderuar, kupton, kështu që në rastin tuaj nuk është në favor. Marrë sa të kemi, ti e marrë. Kupton që mos bëjmë kot tani sikur dhe të Pjesë me jetë. Dakor. Hajde, gjithë. Përshëndes, shumë faleminderit. Për për telefonatën. S'është e thjeshtë të thuash që okay, bëhet dhe ka përfitime, por kjo është të shkosh përtej asaj që themi çdo ditë dhe mund ta bëjmë diçka të tillë në publik. Prandaj është gjithmonë ajo këshilla që sa më herët të nis kontributi ose gjithçka tjetër në përditshmërinë dhe jetën tonë, sa më herët ta fillosh diçka, një iniciativë, një çfarë doni ju, përfitimi në afatgjat do të jetë akoma edhe më i lartë pastaj. Kështu që koha është goxha e rëndësishme si element, sidomos për çështjen e pensioneve dhe konkretisht ato pensione private. Bukur, ju presim në 068 99 00 008 dhe 068 60 54 639 në këtë pjesë të tretë programit Ora Juaj për takimin e sotëm në komunikim prej orës 7:15. Blerja e ujit, s'keni fare, drejt është. Paguajmë 2 fatura, dhe ujin për ta blerë dhe ujin e rjetit. Okej. Kemi telefonat në linjë. Presim pak çaste dhe njëherë numrat i keni në të djathtë ekranëve tuaja 068 60 54 639 068 99 00 008. Ditën e djeshme, duke qenë se ndoshta edhe të tjerë nuk e kanë nditur, na ka dërguar mesazh në formë çudie, le të themi, kështu që u kishin humbur pagesat e bonuseve që u kishin kaluar në bank. Funksionon ka njësoj, pra se edhe ne deri para pak ditësh nuk e dinim, por funksionon njësoj sikundër edhe për ata cilët në kohën e duhur nuk shkojnë dot për ta marrë qoftë edhe fizikisht edhe në bank. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Me Klodin do të flas. Urdhoni, mirëmëngjes Klodia. Alo, Klodi. Po. Si jeni mirë? Mirë, si jeni ju? Vetëm uleni zërin televizorit, ju lutem. Jam i qytetari i Kuçovës. Po? Po. Më thuaj. Kemi një ule në zero, të lutem, ule në zero televizorin, zotëri. Ka që kodën verit, një lagje. Duhet ulë zërin e televizorit se nuk dëgjoj asgjë. E dëgjon? Ule zërin e televizorit, të lutem. E ulë fare. Faleminderit. Që në kohën e xhaxhit jemi një lagje këtej, i kanë bërë ato bashkia Kuçovi, kanë ashu, do vi sot, do vi nesër, do vi këtë muj, do vi këtë muj. A mund të interesojnë se ne kemi vajtër? Për çfarë shërbimi? Për çfarë njëri? Një kjo, kam një shu tjetër. Po pra, po për të parën, për çfarë shërbimi keni te bashkia? Për rrugë, ishë rruga gropa sopa. E qartë. Që në kohë xhaxhit e kam dhe një pyetje tjetër. Po, më thuaj. Unë duhet të financoj për këtë sigalin. Po. Kam një shumë që kam ledhur gjatë, i kam mbyllur në një is bank, për shkak të japate. S'ka problem. Edhe duhet të hej të fus këtë. Do bësh gjë më të mirë. Te 30 milion kam në përfitim në patjetër që ke përfitim, sepse ato të kthehen me interesa vjetore që shkojnë deri në 4.6%. Ashtu, ha? Patjetër e ke të shkruar në kontratë atë. Aha. Do më thënë marrë dashë muj për muj, dashë ta këtë lidhët e kontratën e tje. Kontaktote numri atje, ose na lini ne numri telefonit për t'ju lidhur me personat për gjithës atje. I rashun për s'pëm t'il dhe muj, dim. Urdo? I rashun para se të merjem t'il, rashun. Ndoshta është pak herët edhe prandaj. Se, panaj përthejme se kam dhe tërhekjen tani une për ja 2 javë, shu. Urdo? Kam dhe tërhekjen në ajo bank, panaj përthejme se kam ushur për te. Pra,
pra, ose ma lërë mua numrin e telefonit dhe të kontaktoj atje. Mirë, mund të flasë dhe me atë kompaninë. Si të doni ju, është në të drejtën tuaj, veproni si doni. Dakor? Nderuar. Faleminderit. Shikoj njerë të rrugën tonë të mirë. Në komunë e Kozare simine. E di për kë po thua. Qofsh mirë. Faleminderit shumë për telefonatën, ditë mbar. Nderuar. Nuk i zgjidh emisioni hallet e popullit, thot dikush dhe vendos dhe dorën kështu. I zgjidh që ç'ke me të. Po ta dëgjosh dhe ndjekësh emisionin ndër vite, aq kemi zgjidhur sa ja kjo. Alo, përshëndetje. Është larguar. Mirë, meqense na e përmendi zotëria pak pensionet private, ndalemi dhe flasim pak për to, të cilat janë zgjidhje dhe kush thotë që jo, e ka shumë gabim, sepse koha ka treguar që pensionet private vitet e fundit kanë marrë një hop, po themi, të jashtëzakonshëm, kjo për shkak se kompania është lider në radhë të parë në tregun e sigurimeve shoqërore dhe kontributeve shoqërore, dhe jo vetëm. Dhe është një formulë shumë e thjeshtë aty. Nuk është se ti kontribuon çdo muaj një shumë të caktuar dhe pastaj thua, po nuk e di do i marr apo jo. Jo, është çdo gjë rregulluar nga ligji dhe parat i merr gjithmonë dhe në çdo rast të shtuara. Ajo që do ju sugjeroja është që duke telefonuar në numrin e mëposhtëm për të kontaktuar me persona përgjegjës të cilët merren për ditëshmërinë e tyre, me rastet e çdo individi që ka nevojë për informacion, dhe të bëni një test. Dhe të thoni që unë kam këtë shumë në dispozicion dhe dua që të bëjmë pjesë e fondit si gal për pensione private. Për kaq vite, sa e kam përfitimin në fund të kësaj periudhe. Dhe bëni diferencën mes asaj që keni kontribuar dhe shumës që përfitoni. Diferenca është shuma e plot të cilën ju e përfitoni mbi shumën e kontribuar. Dhe më besoni që është goxha e lartë, sepse kështu funksionon, kush thotë që si ka mundësi dhe pse bëhet kjo, patjetër, sa kohë çdo gjë është në rastin konkret çështje interesash të kompanisë dhe të individit, sigurisht që kështu ndodh. Parat e pensionistëve janë para të cilat investohen, kthehen te kompania me përqindje e një pjesë së cilës pastaj kalon për tek qytetari. Sa më herët ta nisni diçka të tillë, aq më i lartë do të jetë përfitimi dhe sa më i lartë përfitimi, aq më mirë do të jetë mirëqenia juaj në një kohë kur duhet është domosdoshmëri për të qenë e tillë. Në rast se pyesim që pse në botë, në Europë, pensionet janë të larta, është pikërisht një ndër arsyet kryesore dhe kjo, sepse ata gjatë kohës që kanë punuar, paralelisht me këtë kanë kontribuar dhe kanë ndërtuar ose kanë krijuar vetë një pension tjetër paralel, që është pensioni privat, dhe që në çdo rast është më i lartë se sa çdo pagesë apo pension tjetër. Kështu që bëjeni dhe ju aplikojeni sot, ja u themi me garanci të plot, funksionon për 20 vitesh, nuk ka asnjë kuptim që të mos funksionojë edhe për vitet e ardhshme. Jo më kot, e thash edhe pak më herët që Sigal është kompania lider në menaxhimin e fondeve private në Shqipëri, duke kryesuar listën prej vitesh tashmë dhe duke krijuar besueshmëri, qëndrueshmëri dhe përfitimet e jashtëzakonshme për secilin që ka qenë bashkëpunëtar, paktën këto 20 vitet e para të funksionimit. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Në fakt se ndoshta u bëra edhe pak si bezi, se kam shtesu në 2-3 herë në telefon. Më thuaj. Po të marrë për një legalizim që kemi folë në të dërkuar dhe aplikacionin e... Ma ke dërkuar aplikimin? Aplikimin në Instagram, mi po... Me emër? Arian Buzali. Folim edhe para 3-4 ditës që e kërkove në telefon se s'më rezulton, i sas gocës të çoj një po prap dhe... A ka dërguar? Ta ka dërguar dhe nuk s'ka marrë asnjë përgjigje. Dhe ku do ma ke dërguar fiks në kohën e kampionat. Shiko, i nderuar, pse i bijem ka gjatë neve? Më jepi numër telefoni mua ti. Okej, 069. Po, shpejt e lutem. 56. Po. 74. 447. Po të shkruaj. Ok.
Okej, faleminderit. Sa mund të mbyllësh telefonatën do kesh një mesazh aty. Dakor? Okej, faleminderit. Përshëndes, faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të uroj për emisionin. Shumë faleminderit zoj. Jam Gizojnë se nga Durrësi. Kemi një vit që jemi përmbytur. Na erdhën na i matën, na thanë do ju japim lek. Ku me pam vetë bërdoron që e këshin bërë, dhe po bëhet gati një vit. Nga flisni ju zonjë? Nuk kemi marrë asnjë lek. E di. Flas nga Durrësi. Po, kjo situatë është për të gjithë, kështu që asgjë nuk është shpërndarë deri tani. Është thonë përpara disa ditësh që do të ketë një shpërndarje, por se kur ende nuk e din. Ja. Po dorim akoma edhe një vit tjetër. Ne i kemi rrobat për tokë. S'keni faj. Se s'kemi lek t'i bëjmë. Shumë e vërtet. Mira jo e dyta, se ne unë bytën 2 herë, po ne s'na ka dhënë as parë. Nuk e di gjojnë të atë bashkisë të me emisionin asë në gjojnë që... Jo, okej, ne nuk e di mëse i gjojnë apo jo, por ne i kemi përcjellë dhe do vazhdojmë të përcjellim. Kjo është... Kështu që në çdo rast u shkon si informacion, dakor? Ju faleminderit, ju jeni emision shumë i mrekullueshëm për faleminderit juve për telefonatën. Po ne s'po marrim gjë akoma, se dim se si vetëm puna mund na... Dokumentin e kompensimit e keni beson, ja? Qëndron kjo. Okej. Mire dashur, falenderoj shumë. Faleminderit. Gjithë të mirat. Kemi kohë për tjetër? Okej, është në linja, apo jo? Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje Vili. Alo. Alo dhe përshëndetje. Ngre pak zërin zoj. Alo. Urdhëro. Përshëndetje, Klodin. Përshëndetje. Do të pyese të thash dije për një dokument për andaj nga kadastra, nuk e dija pyet edhe ti. Për? Trullin e shtëpisë. Po, më thuaj. Ndjerë vendimin e pagesës të trullit. Po, më thuaj, zoj. Emri i dokumentit është në kidosa dhe ta kam dhënë në WhatsApp. Cili është problemi? Cili është problemi, zoj? Problemi është se unë kam futur dokumentat për të marrë një përgjigje për çmimin e trullit që ta paguajnë. Dhe kam 2 muaj që i kam futur dokumentin dhe përgjigje nuk kam marrë. Ma ke nisur dokumentin? Po, i kam futur. Jo, ma ke nisur mua dokument aplikimi? Jo, unë i kam bërë me telefonin, edhe ta kam dërguar... Ku ma ke dërguar? Në telefon të WhatsApp, dokumentat e para dhe ti ma ktheve se bëj dokumentat që ti futush. Më shkruaj një mesazh tani kur të mbarosh telefonin, të lutem, dakor? Urdhro? Mo bëj një mesazh tani kur ta mbyllim telefonatën së bashku. Çfarë mesazhi? Po aty ku më ke shkruar o shpirt që ta shoh. Po unë kur di të shkruar me të. Kush më ka shkruar? Kush më ka bërë mesazh? Kush më ka sjell dokumentin, zoj? Nuk ti kam dhënë në WhatsApp. Po, me çfarë numri? Me numrin 069. Po, te ai numër që më ke nisur më dërgoj një mesazh tani. Urdhro? Te numri që më ke nisur më dërgoj tani një mesazh. Po çfarë mesazhi unë nuk di tani mesazh. Po kush më ka dërguar? A më ke dërguar ti? Ishe këtu një person a ditë dhe... Ati thuaj që të më nisi mesazh, që ta shoh ku mi ke dërguar. Mirë shpirt. Të përshëndes, faleminderit. Do të kalojmë jam si të shkurtër publicitare, flasim edhe një herë për Oso. Oso është një medikament, po e quajmë kështu, i cili ka të bëj me dhimbjet e kockave dhe të nyjeve për secilin prej jush. Ja ku e keni, duhet ta përdorni patjetër 1 ose 2 në ditë në varësi të intensitetit të dhimbjeve që keni, mos neglizhoni asnjë lloj simptome sepse është vërtet e rrezikshme për çdo problematikë shëndetësore, jo vetëm për këtë. Por, meqense po flasim për këtë, zgjidhja është Oso, një produkt i prodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian pa efekte anësore
dhe që ndihmon drejt për drejt jo vetëm në lehtësimin e dhimbjeve dhe rikthimin e cilësisë së jetës që keni pasur dikur, por mbi të gjitha edhe është një rekuperues shumë i mirë si pasojë e formulës dhe përbërjes që ka i kockave në rast se keni pasur humbje. Publicitet vin pas pak në minutat e fundit të programit. Mirë, kthehemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit në 8:32 në këto më pak se 20 minuta kohë televizive deri në përfundim të emisionit për takimin e sotëm me mërkur data 22 korrik. Ju presim në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për të vijuar komunikimin deri në përfundim të emisionit për ditën e sotme, prej orës 7:15 në komunikim me ju deri në këtë moment dhe në përfundim të emisionit pra në orën 8:50 minuta. Dimi së bashku si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 edhe për ditën e sotme në këtë të mërkurë të datës 22 korrik ora 8:33 dhe kemi telefonat në linjë. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes zonjë. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Mirëmëngjes, zoti Klodi. Vetëm të lutem ule zërin e televizorit. Ja i sekonde ula. Unë jam një zonjë nga që kam një shtëpi në Lushnjë, në lagjin Zevdet në Pravishta, për legalizim. Po. I kemi bërë të gjitha dokumentat, do vim sot, do vim nesër dhe përgjigje nuk marrim tot. Keni aplikuar kur? Që kur ka qenë Adidasi të ajo, Adisa ka qenë. Adisa se me zgjeta. Jam një zonjë 80 vjeçare. Të bësh edhe 200 të tjera, nuk ka lidhje me këtë. Edhe shëndet faleminderit. E keni dokumentin e aplikimit apo jo? Tash nuk e di, do ta gjej dot në për shtëpi ku kam ato letrat apo jo. Por ju pyes sepse na duhet patjetër. Po, e di se kam dëgjuar të ndjes çdo ditë nëna. Mundohu ta gjesh të lutem edhe pastaj ta shohim. Edhe kemi dhe në tokën tonë atë të shkret shtëpisë, ne kemi qenë ushtarak, burri, kemi qenë të larguar, na dha tokë plaku, vajte më bëm një copë shtëpi aty. Po tani nuk e kemi me letra, si do vëqilli. E di. Të lutem, më sill dokument aplikimi, mundohu ta gjesh. A do ta gjej, po se gjeta. Dërgoja atë. Po mundohu një, pastaj më thuaj që se gjeta. Mirë, faleminderit. Jo pa e kontrolluar. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Gjithë të mira. Shkojmë tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni Klodi? Ju përshëndes. Si jeni ju? Po mirë, mundohemi, kemi mirë. Ka mundësi një pyetje të shkurtër? Po patjetër. Është e detyrueshme që unë që dal në pension tani ti shoqëroj dokumentat në listë pagesën e kontributeve që kam derdhur ndër vite? Jo. A nuk është, Jo, sepse këto i ka institucioni, ju do nxirrni vetëm vitet e punës. Keni punuar? I kam në libresë, i kam të hedhur në libresë që nga viti 85. Po. Nuk ka nevojë listë pagesë. Jo, absolutisht jo, sepse verifikimin për listë pagesat e bën sigurime shoqërore. E bëjnë ata. Nuk ka lidhje fare me proces që duhet ta bëni ju. Mirë, faleminderit ja për këtë. Të lutem, faleminderit edhe juve për telefonatën. Ditë mbar. Kam punuar në privat 24 vjet dhe kam 5 vite. Në rast se ke qenë deklaruar i merr, por në rast se ke qenë pa deklaruar nuk i merr dot. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Klod, me Klod do të plas. Urdo? Me Klod e Karaj do të plas. Klod jam. Si jeni, mirë? Mirë, si jeni. Unë plas nga Molla se Elbasanit. Po. Para një 6-7 muajsh të këteja u bële të fikimi me lejri, me gjithë zonës që quhet zonës së Lodhës. Edhe neve se komplet se zonë kam bërë mas njëzë që njëfshin. Disa njëzë jam vendosur instalime të reja, disa hiq. Çfarë ju ka vendosur disave? Disave ushtrin shtylla të reja dhe linjën të reja. Kurse neve disa tjerë që s'kishim zotë, plisnim, na kanë ndonë se shqem. Me firma i mori, thonë që firma i mori lek dhe e kam bërë instalimet gjysma. Në cilën zonë ndodh kjo? Kjo në Molla si Elbasanit, zona së Lodhës. Po e di, kam parë ku është. Po mirë, duhet parë. Nuk e di ndjenjë. Duhet parë, nuk e di tash, të marr informacione dhe të se di. Mirë. Faleminderit. Të përshëndes, faleminderit ty për telefonatën, ditë mbar. Kemi tjetër? Iku. Mirë, s'ka që do vi tjetër. Në këto 15 minutat të fundit e emisionit, diçka më pak. Por
ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zonjë, të lutem, ule zërin televizorit. Klodi? Po, Klodi jam. Po uleni zërin televizorit, ju lutem. Ule dhe dëgjojmë nga telefoni. Një sugjerim nuk di tani. Bëhet tek juve apo jo? Po nuk e di, duhet ta bosh një herë që do të them jemi ne apo. Banojmë tek bëhet tek ule zërin e televizorit, o yll, ule zërin e televizorit se po ngatrohesh. Të lutem, ule zërin e televizorit. Po nuk kam ne. Ule moj zonjë si nuk ke televizor tani, ule, të lutem. Ata pse s'ule? Tani s'ke apo nuk ule? Po e ule. Ule në zero ose fike. Po shiko ç'a bëj. Shiko të më falësh ul telefonin në vend televizor. Se kam ulur fare prandaj. Ul telefonin në vend televizorit. S'ka problem, mos u shqetëso. Ule në zero televizorin, të lutem. E ula fare në zero. Në zero. Tani dëgjoj. O zonjë, po ule, fike televizorin, të lutem. Fike? Fike. E fika. Fike. E fika. Urdhëro. Unë banoj në zonën e Bektashinde. Është rruga që zbret tek rruga e madhe e makinave. Nuk ka viza të bardha që tek Bigu, as të Shkoza nuk ka. Po këtu janë 2 stacione ballë për ballë. Deshna ka përplasur makina dje, kemi qenë 2 veta. Ka pasur dhe jam shirë nuk jam bërë më, apo s'ka pasur asnjëherë? Nuk ka pasur asnjëherë aty. Ku ndodh kjo? Zbrek nga Bektashi në anën tjetër të autobusit, në trotuar. Po pra. Janë 2 stacione autobusi ballë për ballë. Saktë. Të lutem interesohu. Është e domosdoshme, është një lagje e madhe e tërë kësaj lagje. Pa viza. Patjetër që po. Nuk ju takon juve apo jo? Patjetër që na takon, pse jo? Rrofsh. Asgjë, të lutem, faleminderit shumë. Shumë. Gjithë të mira, zonjë. Faleminderit për telefonatën. Në 10 minuta kohë televizive deri në përfundim, jemi në komunikim të drejtë për drejtë me ju për orës 7:15 minuta për takimin edhe të kësaj të mërkurë të datës 22. Kemi telefonat? Esim fare pak sekonda në 068 60 54 639 068 99 0008, numra që i keni vazhdimisht në ekranet tuaja, për të na u bashkuar edhe në këto minuta të mbetura të emisionit. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zonjë. Jam një pensioniste në fshatit të Rrikut, edhe më kam ndërprer pensionin. Pse? Kam 2 muaj që nuk kam marrë lekë dhe s'kam me çfarë marrë datë. Sot e kam marrë dosjen e auditit. Unë se di çfarë është ky auditi. Për pensionin? Për pensionin. Është e parë që aplikon apo ta ka ndërprer tani? Kam 2 muaj që më ka ndërprer. Po. Janë procedurat zakonshme zonjë që bëhen. Po. Dhe nuk ka asnjë lloj problemi sepse nuk vonon më shumë nga sa keni pritur. Është bëhet për secilin ajo, kupton, kështu që. Po pastaj mos ma kanë heq fare. Jo, absolutisht jo. Bën ndonjëherë për të parë nëse ka pa rregullsi, qoftë në keq llogaritje në kuptimin që duhet kishte marrë dikush më shumë ose nëse dikush merr më tepër dhe rregullohet. Dakor? Ka marrë në Klodi 150.000 lekë marr. Po pra po. E di, e kuptoj, por që do ta marrësh, mos u shqetëso. Po ku mund vetë unë tankon? Nuk ke ku ta ankosh sepse kjo është procedurë që ndodh për gjithë, më kupton zonjë? Po kuptoj. Dhe besoj çështja e ditësh të rregullohet së ashpër deri në 2 muaj. Mirë, Klodi. Dakor, faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën. Ditë mbar. Shkojmë me tjetër. Është larguar. Okej. Ashtu ë? Mirë, presim pak momente. Tete 41 ora në 8 minutat e fundit jemi në 068 99 00008 068 60 54 639 për të vijuar komunikimin edhe në këto pak minuta të mbetura të emisionit për ditën e sotme.
shumë mesazhe kemi pasur edhe sot, por gjithsesi pas emisionit do mundohemi që t'ju japim një përgjigje edhe të tjerëve që kanë zgjedhur mesazhet për të na kontaktuar dhe të bërë pjesë emision në një farë mënyre, po themi kështu ose. Okej. Ja, u kemi thënë, është shtuar goxha interesi për pensionet private, kështu që bëjni para se të jetë vonë. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe të klikentit me Klodin. Po. Mundem? Alo? Tjetër, jam Klodi, urdhoni. O, Klodi, se të shikojnë televizorin më duke si kur so flisje. Po, sepse në televizor vjen gjithmonë... Kam ullur zëri në zero. Në televizor vjen gjithmonë sinjali pak, po me vones, prandaj. Në t'jo, Klodin. E të buleni zërin televizorit dhe flasi. E kam në zero. Unë kam bërë aktin e trashëgimit në sim ka dekë shoti para një viti. Bërë regjistrimin e gjitha tjera të kësë si mbas rregulla dhe edhe vetë të noterja që të bëj Qëllin e trashëgimis? Certifikatën e. Jo të më certifikatën, qëllin e bërë atë gjitha merja jonë. Zonja më merë atë fotokopin e certifikatës pronësis që kisha, kartelen e pasurisë në fotokopio gjithmonë edhe skicën e objektit. Dhe më thodo presësh, më vjen përgjigja nga jelë dhe mjaq si që kemi aplikuar, bëj të gjitha pagesat dhe më thot që nuk figuron origjina e pronës. Po, çdo më thënë që nuk figuron origjina e pronës kur ti e ke një certifikat pronësie. Po, duhet origjina e pronës. Unë e kam blerë objektin nga AKP-ja me Ankant. I kam të gjithë dokumentat e rregullta. Vete tek noteria. Patjetër, sepse origjina e pronës nuk mund kërkohet tani kur ti e ke marrë një certifikat pronësie. Po, prandaj unë kam ku ndodhet prona, zoj? 26 vjet në Vlorë, jam nga Vlora flasun. Kam 26 vjet që e kam regjistruar atë pronë. Çfarë ju kërkojnë tani? Më kërkonte dokumentat e origjinën e pronës, siç nga e kam blerë. Vete tek noterja ku e kam bërë atë aktin e shitjes. Po, aktin e shitjes në fillim. Dhe? Sepse unë i bëra këto të tjera tek një notere që kisha pranë. Nuk vajta tek ajo notere, vajta te një notere tek më e para. Nuk është e detyruar të shkosh atje. Si ka, po, prandaj. Dhe ajo më thotë, të lutem, i thashën më shkthyer kjo përgjigje nga Andeja. Çfarë duhet të bëj? Sa pse ke vajtur Andej, sa duhet vije tek mua, sa sepse ti shikon që është e bërim dokumenta. Po se nësi kam i zonjë, tashoni kam të rregullt. Nëse noterja e ka atë të asaj? Po, ajo noterja e pa kështu po, është firma ime sa dhe kjo është e rregullt. Ai tashon sa do vanoj që unë të marr certifikatet se s'më bënin as kontratën e dritave asgjë. Më duhet normal se duhet certifikatë e pronësisë. Do një kontratë e re. Dhe? I tashon do vonoj, më tha, më do vonoj shumë, po pse i tashon sa duhet sa shafati kohë. Kam 2 muaj që unë pres përgjigje nga noterja, mbasi më mbajti numrin e telefonit dhe akoma nuk më është kthyer përgjigje. Vajta përsëri që u interesova, noteri nuk e gjej fare, ajo sekretarja më thotë që do ta kaloj tek noterja dhe deri më sot them kam 2 muaj nuk marr as lloj përgjigje. Nuk e di se sa kohë duhet pres. Zonjë, para njëne duhet të informohemi nëse është bërë aplikimi apo jo. I kam mbaruar të gjitha me pagesat. Nuk e di nëse nga kjo noterja tjetër, po, edhe unë këtë se di se vetëm fotokopje më mori të dokumentave origjinale dhe nuk më ka kthyer asnjë lloj përgjigje. Pikërisht pra. E para një duhet të informohemi nëse është bërë aplikimi apo jo. Dhe nëse nëse është bërë aplikimi, ne na duhet dokumenti që vërteton se është bërë aplikimi në mënyrë që të pyesim pastaj në të zgënjej të them nga kjo. Ato parat i kam gjitha, po nga kjo noterja që është ku kam bërë aktin e shitjes, nuk kam asnjë lloj dokumenti, thjesht një përgjigje që do të njoftoj. Po ku shkoni te noterja, nuk e gjeni atë? Unë jam interesuar dhe në Tiranë, te këto zyrat që janë këto, dhe më ka thënë, e ke të gjithë dokumentacionin të rregullt. Vetëm sepse duhet që kjo noterja të nisë sota. Neve na duhet dokumenti që vërteton aplikimin për ta kaluar pronën nga emri i bashkëshortit në emrin tuaj. Këtë te kjo noterja tjetër, pa tek e para i kam gjitha. Po s'do më thënë noterja. Zonjë, ke dokument që vërteton që ke bërë aplikimin për ta kaluar këtë? Kam të gjithë dokumentat tash, derisa më ka ardhur përgjigjja që nuk figuron në origjina e pronës. Dhe pas kësaj përgjigje ju shkuat te noterja tjetër? Shkova te noterja tjetër dhe noterja tjetër më thotë do presësh se do vonoj, thotë. Pse do vonoj? Nuk e di. Po pse se pyesni?
I thash, do vonoj, ka vetëm një përgjigje shumë e shkurtër, shumë e thatë. E keni larg zyrën e noterës? Jo, vajta përsëri unë para sa ditëve ka mbajtur prapë. Po? Dhe si ishte fare noterja, ajo sekretarja do t'je kaloj tha noteres. Pres kam një javë. Të lutem, shko dhe thuaj, më jep një dokument aplikimi, sepse duhet të pyes në kadastër përmes medjas. Mirë, faleminderit. Dakor, edhe na kontakton sërish neve. Në rregull. Përshëndet shumë e dashur. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Urdhroni zoj. Ngrej pak zërin tënd, lutem. Dhe folja me Klodi. Si? Klodia. Vetëm pak shpejt, lutem, se jemi në fund të programit. Poj. Urdhër. Mirë. Ha? Klodi mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po pse bërtet kujt i bërtite aty? Klodi jeni. Po, Klodia. Ja. Jam në përsimi, doja folja që për pensionin. Aha. Unë jam 70 vjeçe. Po? Edhe tani kam bo letrat për pension, 70 nuk dola më përpara, i boja do. Isha në kem, më kupto? Ke qenë në kemp? Po, kam qenë në kem. Dhe? Edhe tani mushe 70 në qeshorë me 15, unë i futa letrat për pensionin. Tani do të di që në to 8 vite, në fjallë nga 62, dhe 70 më quhen mu, në paguan, në futen. Po pse mos të llogaritën? Çfarë problemi mund të ketë thua ti? Si? Po pse ke këtë dyshim që ndoshta nuk të njihen? Jo, po them nisën të 8 vite, po jo du të di që të pyes ke sigurimet tani, po. Dashur, çfarë ka ndodhur në këto 8 vite pra që thua më njihen apo jo? Po nuk kam dalë unë se nuk mundja, i thoshe 2 milion dalë në 75.000. Unë nuk dola 2 milion. Ti thua 8 vitet pas moshës së pensionit? Po, 8 vitet pensionit. Jo. Kurse këshumë punë... Jo. Pra, do më thonë, ti po thua që unë nuk kam aplikuar 60 sa vjetë që ishte atër ose 60 vjetë, por ke aplikuar, do aplikosh tani që je 68. Po, tani jam... E drejta për të marrë pensionin nëse aplikimi bëhet pas një viti, pas moshës së pensionit, edhe njerë të lutem. Zonjë. Je 60 vjeç sot dhe ke të drejtë për të dalë në pension. Nëse ti aplikimin e bën... Jo, Klodi, jam 70. O zonjë, po një sekond tani të lutem, po nuk e qenë në 70 kur ke plotësuar moshën për të dalë në pension, apo jo, tani je 70. Tani jam 70. Po më lër të sqaroj pra të lutem. Po. Supozojmë sikur je 60 sot. Po. Dhe të lindet drejta për të aplikuar për pension. Nëse aplikimin e bën brenda vitit, e përfiton pensionin nga momenti kur ke plotësuar moshën. Nëse aplikimin e bën pasi ka kaluar viti, e drejta për të marrë pension të lind nga ai moment kur ke aplikuar. Dhe sot, nëse ju do lini pagesën e kempit, do të aplikoni për pension, pensionin ke të drejta marrësh nga sot, jo nga para 8 vitesh. Tani unë që kam bon letrat, bonat kemi të herë në mars, tani unë do të marrë kemin apo do të marrë pension? Ajo është çështje zgjedhje juaj, zonjë, në varësi të kush është më i lartë pagesa e kempit apo e pensionit, kështu që ke të drejtë të zgjedhësh këtu. Mirë? Të falenderoj se jam shumë vonë me kohën. Faleminderit gjithëve që u bë pjesë e programit për sot. Ne ritakohemi nesër në emision. Ditë bukur gjithë.